Di që ku me marrë shumë kritika për juve. Mirë po në popull thënë duhet me dalë një bodal i cili u a thot nërsy. E sante jamone që a i bodala që u a thot nërsy edhe nuk i tut në kërkojna përveç Allahu të azugjel. Kujdesni, kujdesni, kujdesni. Nuk është ba gjamia por me i garu zanat. Edhe me thira dem jasharin por na qau adem në për gjamia tona. Nuk jënë ba gjamiat por këngë folklorike, jonë ba për me madhru emrin e Allahut azugjel, me madhru Allahun subhanahu wa ta'ala, me i ranë sejde Allahut azugjel. Nëse unë gjesh në gjamia dhe thu la ilaha illallah, njëherë është miliona herë, qindra herë, miliona herë, ma mirë se sa me i knu krejt këngë folklorike që i din popli jonë. Këno ku dush, lej gjamia të rahat, lej gjamia të rahat. Mosë më thuju në jëmë tranu, e di, ta pranoj, apo ki qeme ta pranu, unë jëmë tranu. Dhe shkallëzëm ti, që sa jënë mu gjamia tona që shto. Wallahu alem ku përfëndojmë. Ka thonë Rasulullah alaihi salam, kënim ju shku jahudive dhe të krishterve për mas, hap pas hape. Ata ja ka njës me knune për kishat e tyne, namaz tyne. Por hirtë Allahot për të veti, pejsojmë që sa kohë njëti këtu kongë në për gjamia. Baba jëtë nuk e ka përjetu këtë kohë, ka dëllëm në të shtikësho. Gjamia është ba për mu madhru Allahu subhanahu wa ta'ala, li udhkar, për mu përmenë emri Allahu ta'azugjel, wa turfa, edhe mu madhru emri Allahu subhanahu wa ta'ala në ta, jo me knu qo Adem zhënat, Adem jashari vllavi jonë, që nëse meriton dikush respekt për shqiptarëve shaj, dek, thire sa dush, por na thire, qu, a i nuk qohet ma, dhe jo me l'kijame, dhe ditën e gjykimit, nuk një feja jonë kësi ma abetësh që o Adem se po të presëm na, ku, ka i morëm na këto? Ku i morëm këto? E di, jam të bo për Allahën, por që ata po kujtën ti që unë jam tranu, po nashtë, hera parë që të foli qështu, se thashë edhe njëherë, dohet me dalë një budali që ju thot njëherë, balni ma, balni. E unë të ashtë sot, të ashtë që, ku jam? Shani, falni, thuni që ka doni. Allahu e një gjdo fjallë që e falni, e shë gjdo koment që e shkruni. E din fort mirë për që e ka bo gjamiat e tina. E din Allahu subhanahu wa ta'ala për që ka e në kryu gjamiat e tina. E në qofë se është hak që ka po thamë, që unë e kam bindje që është hak. Edhe krejt që ata që e njojnë fejën e din që është hak që ka po thamë. Atëre përkrahë në më musliman. Po në qofë se më dalë letë këshilla në më musliman. Thuj në kështë ashtu, gjamia do të me knu, do të me kësy, njës nja. Qa po pret ne? Ata e ka nizvesh krishter. Nga një mas tyne, se kështu ka thonë Muhamedi a.s. Kini mi pasu, pasoni, ose pasoni Rasulin a.s. Pasoni Rasulullah a.s. Gjane dikush një argument që Rasulullah a.s. e ka knu një herë një kong në gjamia, ose sahabt, gjane nja. Vesh një argument, gjane, ose të në thunë jem tranu. Allah azugjen në falët, në bope i muslimanët mirë. E lusëm Allahën azugjen në bope atyne që monohemi me pastru gjamia tona, ashtu që është monohemi me pastru veta tonë. E lusëm Allahën azugjen me në pastru neve dhe gjamia tona. Më banë Allah, musliman, nuk është që po du me folë, po të këshëre që ishë në boj, në bo, po bojmë gara në për gjamia. Gara në për gjamia. Sa që subhanallah, këm pa të i thonë njëni tjetërit kënana në ilahi rep. E këni pa, është në për YouTube, kënana në ilahi rep. Që atë ilahin e mirë rep që e ke bo. Të është, unë jëmë tranu, e di, ta pranoj që jëmë tranu une. Te i omë lë qiyam. Ditën e gjykimit e shumë kush e ka pan hakin. Une që e kum qitë vetën këto, edhe e di që kanë me tha njerëzit, a ti i cili e banë ata. E lusëm Allahën azugjen me na falë.